Partisë Demokratike, që është Landfilli i Shkodrës. Pra, gjatë gjithë këtyre 14 vite qeverisje të Edi Ramës nuk është bërë asnjë hap pozitiv, do thoja, në kuadër të përmirësimit të ngritjes landfilleve, përveç se është vjedhur dhe është grabitur, dhe nga ana tjetër minimalisht duhet kishim, sot që ne flasim, pra 4 apo 5 muaj pas miratimit të këtij draft ligji, jemi para një situate në cilën akoma nuk ka një studim fizibiliteti, pra hapi parë për ngritjen se ku do të ndërtohen këto landfille. Dhe 2030-a siç duket larg, por edhe shumë afër, dhe unë nuk mendoj që do të përfundojnë ndonjëherë këto 10 landfille, sepse kërkojnë edhe kosto shumë të lartë investimesh, por nga ana tjetër edhe vetë qeveria ka tendencën të krijojë vetëm inflacion të akteve ligjore, dhe nga ana tjetër, për sa i përket përmirësimit real të qeverisjes, është zero. Pra, është po e njëjta formë qeverisje, vetëm se flasim për një inflacion të madh të akteve ligjore. Nëse marrim në vitin 2024 aktet ligjore që ka miratuar do të thoja shteti shqiptar, apo edhe kuvendi, por këtu do të fus brenda dhe aktet nën ligjore, kanë qenë 82 akte nën ligjore për vitin 2024, ndërsa për 16 muaj, pra duke përfshirë vitin 2025 dhe 4 muajt e parë të vitit 2026, pra 16 muaj gjithsej, kemi një rritje për 170%, do të thoja, të akteve ligjore. Këtu do të fusja, domethënë në total shkojnë 222 akte ligjore. Dhe ajo që është për të shqetësuar është që jemi në një turavrap që o burrat miratojnë sa më shumë akte ligjore në përafrim me legjislacionin e Bashkimit Evropian, që të jemi në rregull nga ana dokumentare me pjesën e aki komuniter, por nga ana tjetër problemi është çështja e implementimit të këtyre ligjeve. Çështja se sa ndikojnë këto pozitivisht apo negativisht te qytetarët shqiptar, sa ndikojnë këto në ekonominë shqiptare, sa ndikojnë këto në politikat sociale. Pra kemi një sër problematikash të ndryshme, të cilat do të thoja që vazhdojnë dhe të mbesin shqetësuese për Shqipërinë. Dhe sigurisht që neve nuk mund të mjaftohemi vetëm me inflacionin që quhet në terminologjinë juridike output inflation, që do të thotë që zakonisht inflacioni apo dalja me shumicë e akteve ligjore zëvendëson sigurisht pjesën e përdorimit në praktik të këtyre akteve, të cilët sigurisht mund sjellin dhe konfundim për qytetarët, por nga ana tjetër ky do të thoja ende ne nuk dim se çfarë përmirësimi në çfarë fushash të legjislativit do të ketë ende. Sot që ne flasim, një fermer nuk e di më të ardhmen e tij se çfarë do ndodhi në bujqësi. Po. Sot që ne flasim në projekt raportin e Këshillit Ministrave, nuk flitet asnjë fjalë, po e marr në fushën e bujqësisë për Ripardin, që është një shqetësim tjetër shumë i madh. I ngritur edhe ai nga së pari nga Bashkimi Evropian dhe pastaj po e vuajnë në vetvete në kurrizin e tyre fermerëve. Pra, korrupsioni nuk mbetet më vetëm çështje e perceptimit qytetar. E kuptoj. Korrupsioni është bërë edhe me fondet e Komisionit Evropian, të cilët e kanë ndërprerë dhe thonë pa u kthyer lekët që kanë shkuar për afera korruptive dhe kanë shkuar në destinacione jo te fermeri, por në mënyrë të dedikuar të njerëz pranë Ramës, sigurisht ne kemi ndërprerë fondet. Dhe sot që ne flasim, Shqipëria nuk përfiton asnjë fond për bujqësinë nga Komisioni Evropian, ndërkohë që të gjithë vendet e rajonit përfitojnë. Shqipëria ka ngelur në klasë në këtë lloj aspekti. Dhe nisur nga kjo në këtë projekt raport, nuk thuhet qoftë dhe një fjali e vetme në lidhje me fondet e IPARD-it, se çfarë aspekti negativ ka, apo element të fragmentarizuar, do të thoja, të fazave të caktuara që ndodhin shpeshherë në bujqësi, dhe sot që në pikpyetjet e mëdha janë çfarë ndodh me fermeri pas 5 vitesh kur mendohet që Shqipëria do të jetë vend antar i